Presidenti Amerikan Donald Trump ka pranuar një avion privat luksos të Boeing 747-8, dhuratë nga familja mbretërore e Katarit, duke ngjallur kritika dhe pikpyetje për ligjshmërinë dhe ndikimin e huaj në politikën amerikane. Avioni, i vlerësuar me rreth $400 milion, është një nga më luksozët në botë dhe është dizajnuar nga firma prestigjioze franceze Alberto Pinto Cabinet. Brenda tij ndodhen ambiente mbreslonse, duke përfshirë një suite master, dhomë gjumi kryesore dhe tualet me dush personal, një dhomë për mysafirët dhe 5 kuzhina të vogla të pajisura me shërbime VIP, 2 banjo të mëdha me dush luksoz dhe 9 tualete të tjera të shpërndara në kabinë. Një zyrë personale, hapësira për takime dhe ambiente relaksi me koltuk lëkure të bardhë dhe të artë, më shumë se 40 ekran televiziv, përfshirë 10 ekran të mëdhenj. Dekor me detaje ari dhe dru të lëmuar, që të kujton ambientin e Trump Tower në Manhattan. Avioni ishte në pronësi të qeverisë së Katarit dhe përdorej për transportin e familjes mbretërore. Ai ka kapacitetet për 90 pasagjerë dhe 14 antar ekuipazhi, një autonomi fluturimi deri në 12.450 km, me një shpejtësi maksimale prej 1.062 km, më e lartë se forcat ajrore One, që janë aktualisht. Trump ka deklaruar se avioni do të shërbejë përkohësisht si Air Force One për shkak të vonesave në ndërtimin e avionëve të rinj presidencial nga Boeing, një projekt që mund të përfundojë deri në vitin 2035. Sidoqoftë, ky pallat fluturues do të pësojë një transformim të thellë për të përmbushur standardet e sigurisë presidenciale. Kompania L3 Harris Technology është kontraktuar për të pajisur avionin me sisteme të komunikimit satelitor, mbrojtje ndaj sulmeve kibernetike dhe bërthamore, si dhe përforcimin e strukturës. Për te luksit, dhurata ka hapur debatin politik dhe ligjor, pasi kushtetuta e SBA-s ndalon zyrtarët që të marrin dhurata nga shtetet të huaja pa miratimin e Kongresit. Kritikët e kanë quajtur avionin para të përgjakur nga Katari, ndërsa Trump thotë se avioni është dhuratë për qeverinë amerikane dhe më pas do të jetë pjesë e bibliotekës së tij presidenciale.